Para mendo veç me ngu, çfarë se vap, me lexu, po me praktiku, po me ndje Kur'an e merr. Na kemi raste kur shohim njerëz të cilët janë shumë të mençur, shumë të ditur në çështjet e dunjas. Nuk i ka udhëzuar Zoti xhaleshanu. Edhe të ashtu ja Rab. A meriton ti o Zot një falëndrim ekstra, më çumë ta bëj ty një sejdë falëndrimi që më ka udhëzuar mua mesin e këtyre njerëzve. Më ke bë për atyre që e lexojnë fjalën tonë, ulën e lexojnë. Kur ta lexon një ajet kuranor ku ka vend sejdës, ku ka ajet sejdës, a nuk meriton Allahu xhaleshanu me ran sejdës të ka mundsu me lexu fjalën e Zotit? Sa njeri ka lexu 40 vjet gazeta, 40 vjet, a janë për me lexu? Po, për me lexu informacionin, në rregull jemi. Ama se ka lexu kur Kur'anin, ka vdek, veç me lajme që ka ndodhin filan botën, në filan shtetin, me respektin për dijen, për informacionin, për këto sa nësë jemi kundër leximit. Po jemi kundër asaj që me qu kohën ka dëman kur mos me mund me lexu fjalën e Zotit. Prandaj, na themi që nëse dojnë me gjetë sebepi pse njerëzit largohen është në këtë kohë ose informacioni i gabum, edhe pse unë më në kjo vend faj, atyne që shkepin informacion të gabuar, sa ju e faj atyne që e absorbojnë, e pranojnë atë informacion, ka dalë vlla, ka dalë o ti filan, ti ka mundësi besat me hi me ngu, me përfitu, po dalë aty të manë Evropiani, në për TikTok, në për jetë, e merë pelshan aty në filan hoxhen të ngu Kur'an, ky po kanë këtu. A keni pas rastet tilla, unë shoh dalin të vanë që pa iman është, veç reflektimi të vanë, ti sot ki mundësi me ngu rreth fesë. Lema ato që ka thonë filani